Vetëm pak orë pasi Amerika kapi Nicola Maduron, diktatorin e Venezuelës, presidenti Donald Trump sqaroi motivimin e tij. Biznesi i naftës në Venezuelë ka qenë një dështim total për një periudhë të gjatë kohore, tha ai duke shtuar. Kompanitë tona shumë më të mëdha të naftës në SBA do të shpenzojnë miliarda dollar, do të riparojnë infrastrukturën e dëmtuar rënd dhe do të fillojnë të fitojnë para për vendin. Deklarata kishte shijen e ëmbël të akmarrjes. 18 vjet më parë, nën Hugo Chavez, Venezuela shtetëzoi asetet që u përkisnin kompanive amerikane dhe kompanive të tjera perëndimore, kundër saj dhe PDVSA-s, kompanisë kombëtare të naftës, janë ngritur padi me vlerë të kombinuar prej 60 miliard dollarësh në gjykatat amerikane dhe ndërkombëtare. Më 16 dhjetor, Trump kishte kërkuar që Venezuela të kthente të gjithë naftën, tokën dhe asetet e tjera që i kishte vjedhur më parë amerikanëve, por presidenti dëshiron më shumë se sa thjesht ndëshkim. Dekada të tëra investimesh të pamjaftueshme dhe keq menaxhimi kanë bërë që prodhimi i naftës në Venezuelë të bjerë me 2/3 që nga fundi i viteve 2000 në rreth 1 milion fuqi në ditë. Rivendosja e kapacitetit të papërdorur sipas kësaj logjike do ta bënte Venezuelën të pasur, ndërkohë që do të mbushte xhepat amerikan. Venezuela ka rreth 300 miliard fuqi naftë, 1/5 e rezervave botërore, që nënkupton se prodhimi mund të rritet edhe më tej dhe për një kohë. Nafta e rëndë dhe e tharë që përmban vendi është pikërisht lloji naftës së papërpunuar që rafineritë amerikane kanë mungesë kronike, në një kohë kur marrëdhëniet e Amerikës me Kanadan, një furnizuese e kësaj lënde, janë të tendosura. Çfarë pra nuk pëlqejt në lidhje me përpjekjet e Trump për naftë? Në afat të shkurtër, prodhimi i naftës bruto i Venezuelës ka më shumë gjasa të bjerë se sa të rimëkëmbët. Në dhjetor, Amerika shpalli një blokadë mbi dërgesat venezueliane të transportuara nga cisternat e listës së zezë. Më pas, sekuestroi njërin prej tyre. Eksportet që atëherë janë ulur ndjeshëm dhe vëllimi i naftës bruto venezueliane, që lundron në cisterna të papërdorura, ka arritur nivelet më të larta shumë vjeçare. Venezuela gjithashtu ka mungesë të naftës, një ollues që i nevojitet për ta bërë të transportueshme naftën e saj super të papërpunuar, e cila nuk vjen më nga Rusia. Nëse blokada nuk hiqet, gjë që varet nga zhvillimet politike dhe ushtarake, prodhimi i Venezuelës do duhet të kufizohet më tej, ndoshta në më pak se 700.000 fuqi në ditë. Prodhimi mund të rimëkëmbet brenda pak muajsh, nëse ka një tranzicion të qetë politik dhe sanksionet amerikane ndaj Venezuelës, përfshirë blokadën, hiqen. Mirëmbajtja dhe riparimet bazë mund ta çojnë prodhimin bruto të vendit në 1.2 miliard në ditë deri në fund të vitit 2026, vlerëson Kepler, një firmë të dhënash. Megjithatë, kjo do të ishte disi më pak se prodhimi maksimal potencial i vendit dhe do ta linte atë pak pas Libis, prodhuesit të 18 më të madh në botë. Për të prodhuar më shumë, Venezuela do duhet ka përcente 3 probleme: një nevojë të ngutshme për fonde, një mungesë të fuqisë punëtore dhe një treg global të ngopur. Rafineritë amerikane ka të ngjarë të rrëmbejnë disa fuqi shtesë. Ata importuan 500.000 më shumë në ditë në fillim të viteve 2010. Kuba, e cila ka bler prej kohësh nga Venezuela me kushte të favorshme, do t'i drejtohet Meksikës dhe Rusisë për ndihmë. Rafineritë çajnike të Kinës, të cilat blinin shumicën e furnizimeve venezueliane me zbritje, mund të përjashtohen nga tregtia. Ndoshta firmat e saj shtetërore të naftës do të zvogëlojnë gjithashtu gjurmën e tyre lokale. E gjithë kjo mund të sjellë dobi Amerikës, shkruan The Economist, komercialisht dhe gjeopolitikisht, por vetëm në margjina. Çdo gjë më drastike, siç është rikthimi i prodhimit venezuelian në 2.5 deri 3 milion fuqi në ditë, niveli i tij në fund të viteve 2010 dhe afërsisht aq sa prodhon sot Kuwaiti, prodhuesi i 8 më i madh në botë, duket si një projekt afatgjatë, mendon Jorge Leon i Eristat Energy. Rrëmbimi i Maduros nga Trump ishte spektakolar dhe i shpejtë. Shpërblimi ekonomik prej kësaj nuk do të jetë asnjëri prej tyre.